Histori mirësie. Çaji i gjumit të ëmbël. Pipolinoja është një mjush i lëvizshëm. Duket fort i lezetshëm, gazmor dhe shumë i gjallë, por nuk rri një sekond në një vend. Hidhet sa andej këtej, vrapon sa i merret fryma, ka ca virret, ndaj shpesh ngatëron dynjan ose hyn në të lashe kot me kot. Me siguri tani e keni kuptuar që është një tërmet i vërtet. Oh, kujdes! Pipolino mos e tërhiq pecetën e bukës, mos u hidh mbi shtrat, mos vrapo në klas. Çdo ditë po ato prapësi dhe po ato qortime, po Pipolinoja është vërtet një mjush i pakorrigjueshëm. Mësuesja nuk di më si t'ja bëj me këtë nxënës, sepse Pipolinoja është një mjush i zgjuar, edhe pse nuk e zë vendin në klas, edhe pse flet e merr kot, sa u prish mësimin e shqetëson shokët. Pastaj si mund të mësosh kur kërcen gjithkohën mbi banka? Kështu një ditë mësuese Lepurushja thirri prindrit e tij. Duhet gjetur një zgjidhje si Pipolinoja është shumë i zhurmshëm dhe nëse vazhdon kështu nuk do të mësoj fare e do të bëhet një mjush dembel pa pikë dëshire për asgjë. Sipas këshillës së mësuesës, prindrit e Pipolinës vendosën t'i kërkonin ndihmë të famshmit Boldosak, magjistar, më i urti e më mendjendrituri i pyllit magjik. Mbas ai do t'u agjente një zgjidhje. Zoti magjistar, a mund të na ndihmosh të na qetësohet vogëlushi, ju lutem babai dhe nëna? Do ta provoj me një magji, u përgjigj magjistari duke vështruar me dyshim Pipolinon që po harboi në porobor. Mbase, nuk i kam përbërësit e duhur në laborator. Kush e di nëse do të funksionoj. Më duket rast shumë i vështirë. Në të vërtetë, ashtu siç kishte frikë magjistari i urtë, magjia e tij nuk bëri efekt. Shikoje, zoti magjistar, tha i dëshpëruar mamaja, tani është edhe më keq se zakonisht, si ta vëmë në gjumë? Magjistar Boldosakut i vinte kaq keq për të dy prindrit mjush. Ai donte vërtet t'i ndihmonte e ta vinte Pipolino në gjumë të qetë që të çlodhej pas gjithë atyre hedhjeve e spërdredhjeve. Filloi të shfletonte librat e mëdhenj të magjive e yshtjeve, por pa rezultat. E po kur magjia nuk na bën punë, tha, në fund duke buzëqeshur magjistar Boldosaku, mbetet vetëm një recetë. Me fruta dhe lule të rritura me dashuri, të pjekura nga dielli, të mbledhura nga misht e të gatuara nga nëna, përgatitet një çaj që shërbehet me një puthje. Kështu u vu në lëvizje i gjithë pylli, sepse që të gjithë donin ta ndihmonin familjen e Pipolinës. Kishte nga ata që rrëmonin për të gjetur rrënjë mjekësore, kush mblidhte pemla aromatike, kush lule ermira e kush fruta të lëngshme. Edhe gjeri i vogël u vu të kërkonte përbërësit. Ai u ngrit nga shtrati dhe u var në pemën më të lartë për të kapur qershizat e pjekura. Tani e kishte radhën mamaja e Pipolinos që të përgatiste çajin e gjumit të ëmbël e t'ia shërbente vogëlushit të saj të lëvizur. I kishte ujdisur në tavolinën e kuzhinës gjithë përbërësit e mbledhur nga miqt dhe u dha duarve të përgatiste magjin mrekullibërëse. Pa të shohim, 2 gjethe barblete, 4 lule kamomili, qershit më të ëmbla dhe pastaj i vë të ziejnë të gjitha bashk. Çaji ishte i ngrohtë e i ëmbël e lëshonte një aromë të mrekullueshme. Atë mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, Pipolinoja ishte më i harbuar se kurrë. Hajt tani, Pipolino, shko laj putërzat dhe pastaj me vrap në tavolinë, e nguci mamaja. Sonte kemi shumë gjëra të mira për darkë dhe një surprizë. Sa mirë, thirri Pipolinoja dhe vrapoi për në banjë. Pasi thau pjatën, mamaja i dha një biberon të madh të mbushur me një lëng me ngjyrë. Ç'është ky? Një magji e vërtet, do ta shohësh sa ëndra të bukura, tha mamaja dhe e puthi Pipolinën. Pipolinoja e piu me një frym dhe goja ju hap tej e tej. Pa shikojeni tani, flesi qengj. Që prej asaj mbrëmje gjërat në shtëpinë e mjushve ndryshuan kryekëput. Pipolinoja fle dhe është shumë më i bindur e i qetë. Mamas e babait nuk u besohej dhe një natë vendosën të ftonin për darkë të gjithë miqt e Boldosakun magjistar. Ju falenderojmë nga zemra, sikur të mos na falnit kaq dashuri e mirësi, nuk do të dinim ç'të bënim, kurse tani po festojmë, që të gjithë filluan të hanin e të bisedonin gjithë gaz e hare, po Pipolinoja që të thoni ju ç'bënte? Sht, sa ai flinte i qetë në shtratin e tij.